Tek fitoria pas disa ndeshjes në shtatë jo triumfuese, por sa të kënaqur. Po. Ne jemi shumë kënaqur, sot ishte dita jonë, apo natën jonë. Ishim dominuar nga fillimi deri në minutën e fundit, nga çdo aspekt tekniko-taktik, rastet për gola, pressingu ofanziv, sepse çunat sot propon shumë edhe ishim nga minuta parë dhe minuta 96 nëse 7, sepse ishte 6 minuta vështesa, ishim në një pressing larg, çfarë pëlqeu unë. Pse? Sepse edhe kundër Flemontari edhe kundër Ignatia ndoshta mund të bëjmë pak më mirë kur ishte një rezultat pozitiv për ne. Edhe sot ishim tamam, por prap nuk ishte kollaj, nuk ishte thjesht të bësh pressing gjithmonë sipër. Por e ta shumë, sot ishte një ditë e bukur, kemi 3 pikë në xhep, tani jemi me pikat shumë e rregull deri tani. Pse? Sepse kemi 1 pikë me pak nga vendit parë, kemi 5 pikë me shumë nga vendit 4, kemi 11 pikë me shumë nga vendit 5. Nuk folun sepse ne mi mbaroj punën. Jo, kemi shumë punë, sepse tani ne mi filloj faza 3 dhe kemi 6 ndeshje. Por do është jemi pak me komod tani, por jam sigur deri në maj do luftojmë zonën ndeshje fort. Tani prap Partizani java tjetër, prap në një ndeshje fort, një derbi, por kemi kohë do bëjmë rekuperimi, sepse kemi edhe duke lojtar me pikputje. Edhe jam sigur do bëjmë gati. Pas 2-0, jo kthyen ato hijet e Ignatias, kur shkoi 2-0? Jo, sepse nuk edhe kundër Ignatia nuk ishin frikë, kundër Ignatia ishin pa fat, sepse ata ishte epizoda du penalti, edhe kjo është situata, sepse në futbolin ti mund të marrësh rezultati me një low block, apo mund të vazhdosh me një pressing ultra ofaziv, edhe me një pressing ultra ofaziv prap ti rrezikoj, sepse ata mund të për kontrasum, ti e pastaj me apo mund të rrim mrapa, pastaj juve gazetarët është pse jemi mrapa, sepse me mirë para, do të thonë tani varet nga kundërshtar, po jo, ishin qetë, ishin bindur, do fitojnë sot edhe qunat Beregjita shumë mirë. Nëse kampionati mbyllej sot, do të ishte i kënaqur? Po, e ta shumë po, sepse edhe një herë kemi vetëm një pikë me pak nga vendit parë, do të thonë patjetër, por ne jemi Elbasani, edhe gjithmonë kërkojmë maksimum.